Durrësi, ndodhet pranë koleges time Klodiana Agjiu, ajo? Po, linja për ju, përshëndetje. Ola, neve sa po janë mbyllur, deri në orën 18, 2 prej ZAZ-ve në Durrës, një prej cilëve mbulon edhe kandidatja për deputete e Partisë Demokratike, zonja Liriana Kuçana. Komisionerët kanë kërkuar pushim, deri tani janë numëruar 25% e qendrave të votimit. Ndërkohë këtu me kandidatin për deputetet të Partisë Demokratike, do të kemi një bashkëbisedim në lidhje me procesin e votimit në Durrës dhe procesin e numërimit. Zonja Kuçana, si vlerësoni procesin e votimit në Durrës dhe është kjo brenda atyre pritshmërive që kishte Partia Demokratike? Atëherë, unë mendoj që në radhë të parë është në pritshmëritë e demokratisë, se fillimisht ne duam që të ketë një proces votimi demokratik e më pas numërimi demokratik. Për hir së vërtetës dje në zonën e Durrës ka pas incidente, ku duhet të themi që ka pas në zonën e plazhit, kemi pas incidente të vogla për shkak të, po themi, të presionit dhe të prezencës të Partisë Socialiste në qendrat e votimit, ku ka qenë shumë herë pa mundur edhe për të nxjerrë nga ambienti i votimit. Dua të kaloj te numërimi. Ju e dini që ne kemi bërë një ndërprerje tashmë për shkak se numëruesit dhe antarët e ZAZ-s janë shumë të lodhur dhe kemi vendosur që ta rifillojmë në orën 5. Por gjatë këtyre minutave, gjatë këtyre orëve që ne kemi bërë numërimin, siç e keni parë edhe ju mediat, ka pasur shumë parregullsi. Kemi pasur fleta votimit të cilat janë pa vula, kemi pasur problematika të ndryshme, të cilat duhet i themi që do t'i raportojmë, do t'i jenë për KQZ-n, do t'i jenë për SPAK-un, dhe duhet të themi që janë edhe prezente ose bëhet diri, përfaqësues të ambasadës amerikane i kemi prezent dhe ne kemi një besim shumë të madh tek pjesëmarrja dhe tek prezenca ndërkombëtarëve, pasi duhet të themi se ky është një proces i cili duhet monitoruar. Patjetër që Partia Demokratike nuk ka rrugë tjetër veç se do të fitojë. Unë ju siguroj që ne do të jemi këtu për të monitoruar çdo vot, për të monitoruar çdo proces, pasi ky është procesi më i rëndësishëm në 35 vite, po themi, demokraci. Ju mbuat zonën e plazhit, të Shkozetit dhe zonën e Ishkënetës dje. Ne nuk kemi vënë dieni nga ana juaj, pavarësisht se kemi kërkuar pranë Partisë Demokratike nëse ka patur apo jo denoncime në SPAK, në prokurori, në lidhje me pretendimet që ka Partia Demokratike sot. Atëherë, e dashur, unë ju falenderoj shumë për prezencën tuaj dhe për gatishmërinë tuaj, kur gjej rastin ta falenderoj publikisht telefonin 24 dhe gjitha mediat, pasi është pushteti më i rëndësishëm. Dhe ne si Parti Demokratike, duke qenë se është pushteti i 4, ne kemi një vlerësim maksimal për mediat dhe respekti për ju është maksimal. Por duhet ju bëjmë dije se ju e keni parë që gjatë ditëve në vazhdim, unë kam qenë vazhdimisht përpara SPAK-ut për të denoncuar. Aty keni parë ju kemi vënë dispozicion edhe pamje të blerjes së votave, ku ne kemi denoncuar në SPAK, ku në zonën e Shkozetit kemi arritur që personat caktuar t'i kapim me fotografi, me video, ku materialet, po themi, tashmë janë në dispozicion të SPAK-ut. Pra, paniku dhe frika e Partisë Socialiste ka qenë e jashtëzakonshme në mënyrë për të shantazhuar, për të presionuar, duhet të themi që edhe administrata publike ka qenë e presionuar, ku dje kemi pasur një rast ku zyrtarë dhe po themi njerëz të Partisë Socialiste që punojnë në administratë publike janë përpjekur të intimidojnë në zonën e plazhit njerëz të tjerë duke ju thënë që ne ju kemi parë votën, ju keni votuar për Partinë Demokratike dhe ne do t'ju heqim nga puna. Unë ju bëj me dije për televizionin tuaj, si një televizion serioz, ju bëj me dije se nëse do ndodhi që personit në fjalë do të shkarkohet nga puna apo familjarët e tij do të shkarkohen nga puna, unë ju them se do t'i çoj në SPAK dhe do t'ju hap procedim si krim zgjedhor. Ola, në qoftë se keni pyetje nga studio? Jo, besoj ishte shumë e qartë zonja, faleminderit për gjithçka deklaroi për mikrofonin e